Tash I kem me shumicë edhe ahengjet, edhe dasmat, edhe synetit, edhe gëzimet, edhe festat, në të cilat me të vërtet ka nevojë mu bo hijret. Për të cilat me të vërtet ka nevojë mu bo hijret. Nëse dikush ka lakmue që me pasqenë e mundshme në kohën kur kena bo hijret na, e kena ko pushkën, e kena luftu, e kena thonë armikut, e kena thonë shkohët që bollëmo në këtë vend se na jemi të zotët e këti vendi, hajde se tha pejgamberi alayhi salatu vesselam kur u kthy prej një lufte, tha po kthehemi nga lufta e vogël në luftën e madhe. Hajde se hale kena vend, edhe mundësi edhe arsye me bo hijret edhe me bo luft për këtë vend, për këtë kulturë, për këtë tradit, për këtë familje, për këtë rregullat tona mirëfillta fetare, njerëzore, kombëtare dhe familjare, të cilat I lajtu me gjak e me mund shumë, brez bas brezi, e që sot po na rrezikohen pa gjak, pa mund, pa djers, në emën të emancipimit e të kulturës e të evropianizimit e të shkumjes për para, me e realizu armiqt e shqiptarëve dhe të muslimanëve qëllimin e tyre që s'kan mujt me realizu as me pushkë. E kjo është e rrezikshme. E qëtu na du të me bo hijret. E qëtu na du të me luftu në atë luftën e madhe që tha pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe nuk du të me lejue. Rregullat tona, traditat tona, njerëzore, kombëtare dhe fetare nuk du të me ilon. Hajde o vllazni t'i bojmë dorsmat, e dekat, e ahengjet, e synetit, e çdo gjë, e çdo gëzim, ashtu qysh na kohije si shqiptar musliman. Dhe asësit ju përngjojmë të tjerëve në emën të evropianizimit, e në emën të civilizimit, e në emën të kulturës, e në emën të asoj nëse e kish bo filoni një dorsum, apo e kish bo filoni një syneti moderne, apo e kish bo kështu, apo kish bo ashtu. Çka kish bo? Duke e pastrue nga të gjitha traditat tona kombëtare dhe rregullat tona fetare edhe njerëzore. Që ty në dorsmave sot, po ju thuhet dorsma edhe ahengje, edhe gëzime, edhe festa evropiane, të përparume. E këtu, as nuk janë dorsmat përparume, as nuk janë evropiane, po janë për një me europiane. Këtu nuk na çojnë në Evropë, po janë tu na çojnë në grup. Atje ku nuk mojten as kroli, as mreti me na çue, as me pushk. Ato për çka luftun, me sheku I me rodh, e derdhëm gjak e njërë se lom këtë tokë me gjak, për mi mbrojt që të tradita, që të kultura, që të regullat tonat, sot, në emën të europianizimit, në emën të kulturës, po I humbim pa çmim, pa gjak, pa luft, pa kur gjë.